Skualifikimi nga gara për në gjykatën antikorrupsion i gjyqtarit Gert Hoxha për shkak të një fotografie me kryebashkiakun Erjon Veliaj, shkrepur në një nga takimet e ambasadës britanike, do të shqyrtohet në gjykatën kushtetuese këtë javë. Në datën 27 mars, kushtetuesja e vënë në lëvizje për gjykatës administrative të Tiranës dhe me palë të interesuar kuvendin, do të diskutoj ligjin për institucionet e posaçme, SPAK dhe gjykatën antikorrupsion. Neni 6 i këtij ligji është me pikpyetjet nga gjyqtari Hoxha dhe posaçërisht përbërja e komisionit të posaçëm, i cili verifikon kandidatët për në gjykatën antikorrupsion. Në këtë rast, ky komision përbëhet nga 2 prokurorë të SPAK, një gjyqtar antikorrupsion dhe 2 hetues, të cilët në 24 korrik të vitit të shkuar e skualifikuan pretendentin Gert Hoxha, sot zëvendës kryetari i gjykatës së Tiranës, për shkak të një fotografie rastësore. Gert Hoxha e vlerëson si antikushtetues vendimarrjen e komisionit që në përbërje ka hetues dhe që është filtri fundit përpara se kandidatët të shqyrtohen nga KLP dhe KLG. Por ajo që e bën të veçantë këtë çështje nuk është trëngimi duarve me kryebashkiakun e Tiranës, por debati kushtetues mbi këtë filtr, i cili sa kaq mban pezull jo vetëm emrin e garuesit, por gjyqtar antikorrupsion. Të plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.